Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për pjatë të dytë të përgatisni mish viçi të mbushur në verë. Për përgatitjen e këtij specialiteti për 4 persona ju nevojiten këto prodhime: 750 gram tul viçi, 2 dardha, 1 limon, 2 pitalka, 50 ml qumësht, 50 gram gjalp, 1 vezë, 1 e verdhë e vezës, majdanoz, 1 kokë qep, disa gjethe dafine, 2 lugë kafeje erza të përzjera, 200 ml verë e bardhë, rrënjë paskinati, 1 karrot, gjethe selinoje, 50 gram kumbulla të thata pa fara, vaj, krip dhe piper i zi. Koha e nevojshme për përgatitjen e mishit të viçit të mbushur në verë është 2 orë. Qërojmë dardhat. I presim në 4 pjesë. U alargojmë farat. Dardhat i presim në kube. Dardhat e prera i vëmë në një enë të thellë. Shtrydhim limonin. Lëngun e limonit e hedhim sipër copëve të dardhës që të mos u mbasin ngjyrën. Pitalkat i presim në kube. I vëmë në pjatë. Sipër tyre derdhim qumshtin. Grim majdanozin. Karotën e presim në radhë të hollë. Grim edhe gjethet e selinos. Rrënjën e paskinatit e presim në gjysmë radhë. Grim qepën. Tulin e presim në disa vende për të fituar një sipërfaqe të rrafsht. Mishin e rrahim me çekiç truri. Hedhim mbi të krip. Grim piper të zi. Hedhim erza të përzjera. E palosim mishin dhe e lëm në pjatë për të pirë erzat. Ndërkohë në një enë të thellë vëmë gjalpin. Shtojmë të verdhën e vezës dhe vezën. Përzjejmë telkuzhine. Ne shtojmë majdanozin dhe kupet e zbutura të pitalkës. Përzjejmë me lugë. Kumbullat i presim në copë të imta.
Copët e kumbullave i shtojmë në enën me dardha. Dardhat dhe kumbullat i shtojmë në enën me gjalp dhe vezë. Përzijmë. Në drasën për prerje vë mishin. Sipër, vë masën nga ena e thellë. Mishin e mbështjellim në formë roleje, duke i palosur skajet që të mos derdhet brendia. Rolen e lidhim me pekuzhine. Këpusim 2 copë fletë alumini dhe hedhim mbi vaj. Rolen e mbështjellim me fletët e aluminit. Rolen e vëmë në tavë. Në tiganin në zjarë hedhim vaj. Në vajin e nxehtë skuqim qepën e grirë. Në tigan shtojmë karotat e prera dhe rrënjën e paskinatit. Shtojmë edhe gjethet e dafinës dhe gjethet e selinos. Hedhim krip, grim piper të zi. Përzijmë. Në tigan hedhim verën e bardhë. Shtojmë edhe 200 ml ujë. Tiganin e heqim nga zjarri. Përmbajtjen nga tigani e derdhim në tavën me rolen. Tavën e vëmë në furrë. Pjekim 60 minuta në temperaturë 200 gradë. Pas 1 ore tavën e nxjerrim nga furra. Rolen e heqim nga tava dhe vëmë në drasën për prerje. E hapim rolen dhe ja largojmë perin e kuzhinës. Rolen e presim në copë. Copët e roles i rendisim shkall në drasën për prerje. Në tiganin tjetër në zjarë hedhim vaj. Në vajin e nxehtë skuqim perimet e përzjera. Grim piper të zi. Hedhim krip. Përzijmë. Tiganin me perimet e kaurdisura e heqim nga zjarri. Perimet e përzjera i vëmë në njërën anë të pjatës për servirje. Në 2 skajet e pjatës zbukurojmë me deg borziloku të kuq. Zbukurimin e përfundojmë me një deg majdanozi france. Me këtë pjatë rekomandohet vera e thatë e kuqe e cilësore merlot me ngjyrë rubinit kuq dhe me aromë të rushit të tej pjekur, mjaltit dhe të një përbërje të frutave të malit të karamelizuara. Serviret në temperaturë prej 16 deri në 18 gradë. Ju bëftë mirë.